Si veprojnë bitë e Noeut përballë lakurisisë së babait të tyre? A dini që ka momente në jetë kur nuk testohet forca juaj, por karakteri? Jo kur gjithçka është në rregull, por kur dikush rrëzohet? Jo kur sheh lavdin, por kur ti shikon dobësinë, si sillesh me të dobtin, vulnerablin, personin i cili është i zhveshur përpara syve të tu. Pra Zanafilla 9 na çon në një skenë shumë të heshtur, por të thellë. Një burr i drejtë, heroi i besimit, Noeu, tashmë ishte i dehur, i shtrirë, i zhveshur në çadrën e tij, dhe 3 bijtë që reagojnë ndryshe. Dhe këtu zbulohet një vërtet e madhe. Si reagon ti ndaj dobësisë së tjetrit? Kjo tregon kush ti je në të vërtetë. Teksti na jep një kontrast të thellë. Kami i vogli ekspozon dobësinë e atit të tij. Ai hyn, shikon lakurisinë e babait dhe del jashtë për t'u treguar të tjerëve. Nuk e mbulon, nuk e nderon, ai e ekspozon. Kami nuk krijoi mëkatin, por e përdori atë për të ulur atin e tij. Sot shumë njerëz nuk krijojnë skandale, por jetojnë me skandalet e të tjerëve. Duke i shpërndar ato, flasin, përhapin, komentojnë, gjykojnë. Një mbretëri thashë themi. Kjo është fryma e kamit, të shohësh dobësinë dhe lakurisinë e tjetrit dhe ta bësh spektakël. Ndërsa 2 bijtë e tjerë, Semi dhe Jafeti, e mbulojnë me nderim babain e tyre. 2 bijtë e tjerë marrin një mantel, ecin mbrapsht, nuk e shikojnë lakurisinë e të atit dhe mbulojnë babain e tyre. Ata nuk mohuan realitetin, por zgjodhën nderimin mbi ekspozimin. Ata nuk thanë, nuk ka ndodhur asgjë, por ata thanë, ne nuk do ta përdorim këtë për të turpëruar babain ton. Kjo histori nuk është vetëm për një familje, por është pasqyrë e jetës e natyrës njerëzore, sepse çdo njeri ka 2 impulse, të zbulojë ose të mbulojë. Dhe Bibla thotë, dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Jo për të fshehur të keqen, por për të ruajtur dinjitetin, njeriun. Lejoni të ndaj shkurtimisht 3 mësime të mëdha. Mos e ndërtoj identitetin tënd mbi dobësinë e tjetrit. Kami u ndje më lart sepse pa atin e tij, si, më lart apo më poshtë? Natyrisht më poshtë. Kjo është një nga tundimet më të rrezikshme, të ndihesh i drejtë, sepse dikush tjetër gabon. Së dyti, nderimi nuk varet nga përsosmëria e tjetrit. Noeu ishte i drejtë, por u rrëzua. Por biri tjetër me emrin Semi dhe biri tjetër me emrin Jafet nuk thanë, babai ynë nuk meriton më nderim. Megjithkëtë, me gjithë rrëzimin e atit të tyre, ata e nderojnë atë, jo sepse ai ishte i përsosur, por sepse ishte babai i tyre. Në familje, në kish, në autoritet, nderimi nuk është reagim ndaj përsosmërisë, por zgjedhje e karakterit. Mësimi i tretë, ka një mënyrë të drejtë për të përballur me mëkatin. Bibla nuk thotë të injoroj mëkatin, por na mëson mos e përdor për të poshtruar dikë, mos e përdor për të ngritur veten lart, mos e përhap si thashë them, por trajtoje njeriu me butësi, me kujdes, me drejtësi dhe me frikë Perëndie. Ndaj pyet veten sot, si reagoj kur shoh dobësinë e dikujt tjetër? A jam si Kami apo një Sem dhe Jafet? A më pëlqen të flas për gabimet e të tjerëve? A ndërtoj reputacionin duke ulur të tjerët poshtë, sepse karakteri yt, miku im, zbulohet jo kur gjithçka është në rregull rreth teje, por kur ti shikon diçka që nuk është. Një çadër, një burr i rënë dhe 3 bij. Njëri prej tyre ekspozon, 2 mbulojnë dhe historia nuk mban mend thjesht çfarë ata pan, por si ata u sollën. Le të lutemi bashkë. Zoti i dashur, na ruaj nga fryma e kamit dhe mos lejo të gjejmë kënaqësi tek dobësitë e të tjerëve. Të ndërtojmë veten duke rrëzuar të tjerët, na jep zemrën e Semit dhe të Jafetit, të mbulojmë me dashuri, me nderim dhe të jetojmë me frikë Perëndie. Bekoj burrat dhe gratë, Zot, që po ndjekin tani, familjet dhe fëmijët e tyre. Ruaj nga çdo rrëzim i mundshëm dhe jepi hir që jo vetëm të ngrihen, por me këtë hir të trajtojnë të tjerët. Në emrin e Jezusit. Amen. Miq, ky ishte një nga meditimet e mrekullueshme të kësaj jave, një nga zbulesat e bekuara të Zotit, secili për jush mund të zgjedh se cili do të jetë. Një kam që zbulon lakurisin, që poshtëron personin që është vulnerabël dhe që është rrëzuar, apo një Sem dhe Jafet,
që nderojnë atin e tyre, edhe kur ai është keq. Zoti me ju miq, mirë se takohemi sërish nesër në meditimin e radhës, me zi pres t'ju takoj.